A ka pas ndonjë fjalë ose diçka që e kam thonë kur e kam pa vllahën e vet? Ashtu që të kujtohet. Muj ndaj detaj me harru, nuk më kujtohet, po prej aty është të kujtohet që na ka rreshtu tonëve. Çka e në shtorë ma vjetër, çka e në me ndaj problem smut apo diçka, i ka nisë, do të plagosën që i kem pas, i ka nisë për Shqipni, na ka do dikun jo 70 ose 80 vetonash. Edhe neve në kanal. Tjertë, tha nistu për Shqipni, tha dhe me marrë Luanin me qu. Për Shqipni Luanin ishi plagosën në radhë, edhe jo nisë krejt. Që aty, thëmë drejtën, është hera e parë që thash lufta jo në përfundoj që tu. Dhe më hinja e menja që na kemi me luftu deri sot vritet edhe i fundit. Thash edhe përfundon misioni jonë. Qashtu e llogarita atë pjesë. Krejt ishin përgatitun, çka ishin? Ishin përgatitun për luftë tonë, pjesën tjetër e nisi për na tonë, na zgjedhi krejt na dau anash. U nisën ata me shku, na metëm për me vazhdu luftën deri në fund. Po këta nuk kanë mujt me depërtu bora. S'kan mujt me kalon Shqipni. Ju ka dek Luani në bjeshk, nuk kanë mujt me depërtu, edhe janë këty. Jemi reorganizu prapë. Gjatë rrugës ka dek Luan Limanaj. Limanaj. Po, ju ka dek rrugës, edhe s'kan mujt me depërtu edhe për borës, po edhe Luani ju ka dek, edhe janë këty. Prapë jemi reorganizu, edhe e kemi marrë vetën, e kemi vazhdu luftën deri në fund.